flasin gjuhën jidisht, që është një përzierje mes gjuhëve turanike, gjuhëve slave, gjuhës hebraishtes, pra është një përzierje e këtyre. Dhe sot shumica e popullsisë janë këta që flasin jidisht, janë që futët ashkenazin që dikur kanë qenë në atë perandorin kazare që ka qenë aty mbi Krime midis detit Kaspik dhe mbi detin e Zi deri në shekullin në gjysmën e parë të shekullit të 11, dhe këta janë shumica e 16 apo 17 apo 18 milion banorëve që janë këta të shpërndarë të gjithë në përbot, kurse hebrejnë janë vetëm shumë më pak, 1.5 ose 2 milion, dhe ajo që është karakteristike është që sionist janë kryesisht që futët e lindjes, këta popull turanik që nuk janë hebrejnë, kurse hebrejnë të vërtet, ose sefardikët që kanë qenë dikur në Spanjë, nuk janë mbështetës në përgjithësi të politikave sioniste, të cilët përdorin historinë e hebrejnëve për të vendosur një sundim politik me pikësynim botëror dhe për të bërë Jeruzalemin qendër të asaj që duan të bëjnë këta rrëzimin e Pax Americanas dhe Pax Judaikas. Si mendon drejtam pas këtij shpjegimi ndoshta të nevojshëm që duhet të obim njerëzve se nuk i kanë të qartë, këtu për shembull fjala Jewish përkthehet hebrej. Është një lloj sikur të përkthesh fjalën musliman ta përkthesh arab. Meqense Muhameti ka qenë arab ose origjinat e islamit vinë nga Arabia. Kupton që është një përkthim i gabuar, o them të edhe përkthyesve. Fjala Jewish nuk është e barabartë me fjalën hebre. Mund të jesh hebre dhe të mos jesh as Jewish, se mund të jesh ateist, por mund të jesh dhe i zi, etiopian dhe të jesh Jewish, por kjo s'do të thotë që ti je hebre, nga raca hebraike, hebrejve, e Mojsiut të lashtë. Pse